Mirëmbrëma. Mungesë të fabrikave, Kosova është ndruar në punishte të objekteve fetare. Para disa ditësh në Llapushnik u bë inaugurimi një kisha Shen Abrahamit, e cila u prit me një seci olimpike nga banorët për rreth, shumica e cilëve ishin musliman. Mirë, ndaj kësaj kanë reaguar shumë veten. Mesin e tyre ka reaguar edhe Anton Berisha, zyrtari i lartë i AKs, i Besimit Katolik. Ai në një status të tij në Facebook shkruan mes tjerash: "A mos e kemi harruar njeriun e po merremi me objekte. Ndonë se ndërtimi i objekteve fetare në parim duhet marrë si pozitiv dhe në funksion të paqes, dashurisë e humanizmit, kam bindjen që Kosova është ndruar në vend punishtet e objekteve fetare. Në pyetjen e një njeriu mbrëm se a do të jem në shugurimin e kishës, u përgjigja jo, nga se krerët e klerit katolik e musliman në Kosovë, mendoj unë, do të merren më shumë me ndërtimin e njeriut dhe më pak me ndërtimin e objekteve." Zoti Berisha, mirë se erdhën në komitet. Mirë, faleminderit. Pse po mendojnë që po merren pak me njeriun? Nëse i pyet këta thonë që po merren mjaftueshëm në të gjitha drejtimet, edhe me njeriun edhe me objektet. Po, tash më kujtu për i herë një thënie Einsteinit që në konceptin e ndërtimit familjes, që familja duhet ndërtohet në njeriun dhe jo në shtëpinë e bukur. Paka shumë secili prej nesh të përfshi edhe veten, kam kalu vitet tona ose decenjen dëshiren me pas një objekt banimit mirë për shkak të standardit tull që kem pas në përgjithësi në shqiptarët e Kosovës. Dhe ky iluzioni që objektet rregullojnë gjendjen, them ashtu, familjare ose shpirtënore, është tregues i pamjaftueshëm, për mos më thonë i pasuksesshëm. Edhe kjo vlen edhe për koncepte për te familjes, domethënë shoqërisë, ose në këtë rast atyre që mbledhen në një bashkësi e besimi, siç janë në këtë rast besimtar katolik ose musliman ose ortodoks. Ai ka qenë një reagim i aty për atyshëm, por në fakt unë shoh veten si një sparë si qytetare këtij shteti, pastaj shqiptar dhe si shqiptar në traditë, në trashëgimin katolike, të cilën e marr si një vlerë për shqiptarinë, edhe vlerë për veten, familjen, por në asnjë variant si ekskluzivitet i shqiptarisë, për shkak se kombi shqiptar pikërisht në 100 vjet më parë ka arrit një konsenzus që themelimi i kombit dhe pavarësimi i saj ashtu si u bë, duhet të orientohet më shumë ka shqiptaria, ka trashëgimia kombëtare, e cila është edhe në gjenezën e saj është edhe para fetare në kuptimin e feve abrahamike, siç janë krishterizmi dhe islamizmi. Dhe tash kjo ngjarje këtu, domethënë ishte një ngjarje arkaike, primitive, e kthyme 100 vjet mrapa. Cila ngjarje e dimës? Në Llapushnikut, e cila na fliste tash për diçka që është arrit 100 vjet përpara, toleranca fetare, konsensusi, heqja dorë për shumë aspekteve fetare për hir të kombit, dhe tash këta si duket donin që të denin si heronj të rinj në mungesë të angazhimit tyre real në detyrat konkrete. Në fakt, ajo çfarë kam thënë unë dhe ajo çfarë po ndodh në Kosovë është pikërisht situata e cila na është imponuar në marrëveshjen ose në planin e pavarësisë, një sui generis sa i përket pozicionit dhe statusit të kishës ortodokse, që nuk ka një vend në Evropë me ekskluzivitet të tilla. Si duket bashkësitë fetare dy tjerat, islame dhe katolike, them thojza, kanë xhelozu këtë status dhe i kanë ra asaj fetares pa e ditur ose duke e ditur, që është edhe më keq, që e dëmtojnë edhe konceptin qytetar shtetit laik, por e dëmtojnë edhe vetë kombin shqiptar, sepse Kosova mund ta quajmë si të dojmë,
etnike, dy etnike, poletnike, por ajo përbët për shqiptarëve, shumica absolute, dhe ata janë të identifikuar në vetën e tyre si shqiptarë, në jetën e tyre si shqiptarë, dhe kjo tendencë e tyre me them ashtu, islamizu ose katolicizu, është një, për mendimin tim është një përpjekje, them ashtu, dënë kishjatjone tyne, por me pasoja bukur. A morë reagime për statusin? Po, une berat i kom bo do vjetë, tash me këto reagime jom imunizu. Po dhe po është... Jom imunizu. Kur është, po, ai grupi ma ekstrem e përjetën rënë këtë gjë, po më nej. Ne na morë shumë, në Kosovë na morë shumë me islamizmin, edhe për shkak që kanë qenë është edhe shumica, edhe eksponentet ma radikal tyre kanë bo edhe, po më nej, luftat në Siri e gjitha. Mirë, po jemi morë pak me katolicizmin, edhe pse në numër është ma i vogël, po ka dhe aty në mesin e tyre një numër që nuk pajtojnë letë me kritikat. Po shiko, ma shumë se reagimi ka qenë befasimi i reagimi tim, dashta. Për shkak se ka pas një tendencë në vite të identifikimit tim edhe artikujt shumë kundër meje për kinë se unë mërna me tema fetare, anti-islame, ku tjera. Unë në fakt asnjëherë nuk jam marrë me tema fetare, ndonë se në vite kam bashkëpunu edhe me kishën e me i peshunit edhe të Shqipnisë edhe këtu, por unë jam marrë me tema se si shoqëria, ose si feja reagon në shoqëri dhe si është të zem pozicioni i qytetarën, në këtë rast për të zem të shqiptarëve katolik në situatat caktume, ose të tjere, por jo si tem fetare, sepse nuk e shoh veten kompetent, merrem me tema fetare, por e shoh shumë kompetent dhe në detyrë, edhe politike tash, në detyrë me sqaru që koncepti i shtetit evropian, i civilizimit evropian, ka bën ndamjen e fesë prej shtetit. Jo vetëm prej shtetit, ka bën ndamjen prej shkencës. Domethënë shkenca tashmë nuk e ka suprem fen, edhe arti, edhe politika. To shkojnë në rrugën e vetë dhe për këtë rrugë është dashur shekuj në Evropë, është dashur gjak, është dashur vrasje, është dashur polemika dhe të iluminizmi e tjera, por është arritur. Dhe ne çfarë ne kem ofertën e tash konkretisht mos ta personalizoj krejt, por të dy krerëve fetar shqiptar, kthimjen mrapa. Dhe përderisa kryimamit Tërnava dhe dikun i lejohet ose i nënkuptohet për shkak problemeve që ka islamizmi me u integru, me u përshtat me zhvillimet evropiane, i pershit Kosovës nuk i lejohet. Edhe në vetë Romë, Vatikani, ku është koncepti qytetar, është i etabluar dhe nuk ka mundësi as papa me kthy mbrapa. Ndërsa veprimet e tij, ekskluzivitetet e tij, si më thonë, në një terren përshtatshëm dhe në një, them ashtu, në thojza kish përdorim të situatës, se që kisha ortodokse që islamet tash edhe ne dojmë me një gare çuditshme, por një garë e çuditshme që nuk i shkon në shërbim të shtetit, po as vetë besimtarëve katolik për cilët ajo është edhe përgjegjës, sepse ekspozimet tilla të ndërtimeve të kishave pa një agjendë dhe pa një proponim të situatës ku ka nevojë, ku s'ka nevojë, ose i xhamive, të cilët nuk pyesin për besimtar, po pyesin vetëm ku është vendi më strategjik që më ran sy, mu duk më larg, sa më e madhe, sepse as katolik, as musliman, kështu në them në kuptimin asin, nuk janë të bërë si thot populli hyjim në për kisha e xhamia mi mush mos mi zon. Do të thonë, kem xhamia që janë shumicën e kohës zbrasta, ose kem edhe kisha cilën shumicën e kohës janë zbrasta, ose
gjysmë të mbushura ose do më thonë nuk ndërtohen edhe objektet ndërtohen në mesataren e shfrytëzimit të tyre. Nuk ndërtohen për një ditë. Nuk ndërtohen për një ditë. Dhe pastaj ti sjellësh besimtar për viseve tjera për me dhënë përshtypjen e pjesëmarrjes, do më thonë, ajo është një farë, si të them, improvizimi. Improvizimi është edhe vetë se kjo është ditë e shënume historike, se çka nesër? Çka ka ndodhur të nesërmen e ndërtimit të kishës në Llaposhnik? Banorët ju kanë kthy jetës vet, ata që janë pa punë kanë met pa punë, ata që janë pa perspektivë kanë met pa perspektivë, ata që kanë shku, nëse kanë ardhur disa për atë ditë me shumë mallin e nostalgjin kanë ardhur, janë kthy në punën e vet dhe as shteti, as qytetarët nuk do të kenë asnjë benefit prej asaj. Ju keni qenë mik i peshkëve të ndjerë, Marksopit. A e bën dallimin te katolikët kush është i peshkëv, pra politika që zhvillohen te grigja, që kishë me thonë, te besimtarët, a ka rol të rëndësishëm kush e udhëheq kishën? Natyrisht se ka. Tash ne Vatikani është në procesin e shejtërimit në Antës Tereze. Shejtëru? Po, edhe të shejtërimit martirëve i pezhnive komunizmit katolik. Po. Dhe ato kanë qenë figura markante, do më thonë, Vincenz Prenushi, se është emri i parë, një i pezhë i cili nuk ka lëshu pe, një i pezhë edhe komtar, një i pezhë letrar, e tjera. Por mos të harroj, ose të zëmë rastin e Papa Vojtiles, i cili është figura kryesore e rrëzumjes komunizmit. Por, edhe në Poloni, si një vend katolik, edhe këtu ka pas priftrin që nuk e kanë ndjek këtë rrugë. Po dalin dhana që ka pas i peshni që janë pjesë e sigurimit shtetit, KGB-s e tjera. Do më thonë, çështja... Pra mos përzimi i religionit me udhëhecin. Po, jo, pikërisht, do më thonë, kjo ekskluziviteti që po kërkohet në Kosovë, sidomos të krerët fetar, në cilin ata janë paprekshëm, nuk përshtatet me atë që thamë konceptin e shtetit evropian, në cilin individi është i lirë, por është edhe përgjegjës. Do më thonë, nuk është tu i paprekshëm kryimami as i peshvit në veprimet e ti individuale. Sepse nëse bjen desh me ligjin, aj duhet një nënshtrohet ligjit. Nëse bjen desh me veprimet cilat opinioni nuk pajtohet, bjen në gjykimin e publikut. Dhe unë nuk jam i detyruar që të pranoj konceptin mesjetar, ka thonë i peshvi edhe kështu duhet jetë, ose ka thonë filan prifti, ose filan hoxha, kështu duhet jetë. Në fundit, kjo tendenca, me full në emend katolikëve, ose në emend muslimanëve, është, do më thonë, koncept i vjetër, i mënyrës për të sunduar edhe për të krijuar një imazh jo qytetar të Kosovës, sepse kush i tha imamit që janë 90% që mendojnë që janë musliman. Që është udhëheci tyne. Edhe kush i tha që janë 90% musliman. Unë kam shok, cilët kanë koncepte agnostike, që kanë koncepte ateiste, që kanë koncepte kombinume, dhe njëjtat gjë vlen edhe për katolikët. Nuk është që na jem ritualist ose shpirtnisht 100% në atë idenë që çdo gjë varet për. Do më thonë, për nevojat tona shpirtnore, personale, familjare, rituale, traditës, shkojmë në kish, shkojmë atje, por nuk është ajo pronësi. Do më thonë, ata nuk janë pronarë tonë cilë tash diktojnë jetën tonë. Ajo është vetëm një pjesë, një segment i saj në cilën do më thonë edhe individi e trajton edhe në raport me individin, këtë rast me shtarin ose imamin. Ka hoxhë të mirë, që kanë kontribu, që edhe i kanë afru popullin ose priftërin, dhe ka tillë që kanë kriju distancë. Kanë kriju distancë, me ta kanë pas ma pak kontribute, në fundit ne kem rastin ma të mirë të mundshëm të Antës Terezës, e cila ajo nuk ka marrë çmim Nobel, pse ka qenë motër kishe, po për veprat e saj. Ajo ka marrë çmim dhe tash nuk mund kisha katolike në Kosovë më thirr vetëm në emën e saj, se në fundit ajo veprën e ka bërë te njeriu.
Dhe ajo nuk ka shku në Laposhnik, apo ku ka shku, me thonë, du m'ja u bon një kish. Po ajo, ja u bon një, cilat janë nevojë, ka të smut, e ka qelë ambulanta, shka të shtëpia të saj, tjera, dhe më thonë, ajo nuk ka zhvillu asë një aktivitet fetar me njeriu. Ajo ka zhvillu, as me parë me konvertime, po ajo ka zhvillu, ajo koncepti saj jetës, krishter, ka qenë individuale për të, dhe në kuadrë të saj ajo ka pa njeriun dhe në shërbim të njeriut. Dhe kjo është detyra e fesë. Përveç objekteve fetare, po përsëris, kemi folë shumë për islamin, jemi marrë ma pak me katolicizmin, ndështë edhe për shkak përqindjes dhe rolit ma të vogël, për me gjitha të që kemi pa në udhëheqjen e i peshkëve doda, përveç ndërtimit kishave, është marrë dhe me konvertime publike. A mendoni që kjo është rruga duhur e ekspozimit njerëzve që kalojnë në një religjion ose religjion tjetër? Është rruga e gabuar. Është rruga jashtëzakonisht e gabuar. Në një mas të mirë irrituese, fati ynë është që jem shqiptar edhe e shohim veten si shqiptar nërmjet veti, përndryshe në mjedise ku ka tensione, kjo kishte mujt me sjell situata të vështira, në rastin më të butë, thamë. E thamë, besimi është vullneti i lirë i individit, dhe individi mundet me besu në mënyrën që aj e she të nevojshme për vetën e vetë, dhe në qofë se she që tjetë katolik, shkon në ritualet cilat kisha ka hapsina, ka ko, sa të duan, për iftrinjt me i përgatit edhe me kry pa nevoj pompoziteti. Sepse konvertimi dhe ekspozimi i 10 vetëve, i 20 vetëve, 50 vetëve, i 100 vetëve, 1000 vetëve, që ka ndryshon në strukturën e populatës në Kosovë. Asgjë, përveç krijimit, unë mendoj që ndërtimi i kishës, edhe ky lloj konvertimit të quaj publik, ky i peshëve e ban të kundërtën e shërbimit ndaj besimtarëve të vetë, sepse i ekspozon tensionit pa nevojshëm në raport me popullatën shumicë. Kjo është një pakujdesi. Une përmend ju, une kam bashkëpunim gjatë me kishën, me i peshënit martirë, ka qenë Zef Simoni, Franjo Ilia, Sopi, Rok Mirdita atjerë, edhe të thëmë drejten, për thëmë edhe publikisht, në vitet e fundit edhe është diskutu edhe në Vatikan që kam kardinaj e tjerë që një, që kjo metodë është e kapume. Do më thonë, prej vetyre është tonë, sepse nuk kem nevojë ne me bogar tash të kush kënë pe konverton. Njëkohësisht, unë mendoj që kjo e ka kriju një situatë të cilën nuk i ka shërby askujt. Përveç promovimit ose krijimit të iluzionit se unë po bëj këtë punë, por i peshëve as imami nuk janë për agjenda personale. Nëse në Laposhnik janë konvertu 4 familje ose 5, ose dikush thotë që edhe kanë qenë katolik, mirë po kanë qenë kriptokatolik. Në ndërkohës, a ju largu ma shumë katolik nga Kosova? Sigurisht. Pra shpërngulja aty në po vazhdon edhe është disproporcionale me konvertimet. Shikoni, konvertimi është mund tjetë edhe kështu. E kam dëgju për një antari, për një politikani, tha, unë nuk ndjehem musliman. Tha, po unë nuk kam asë një arsye më konvertu në katolik. S'kam nevojë. Unë mjaftohem me atë që jam shqiptar dhe mjaftohem me mënyrën se si unë e konceptoj Zotin. Pra ka ma shumë se një mënyrë për me konceptu Zotin? Po ma shumë, jo që ka ma shumë se një mënyrë, por Ratzinger, papa që dha dorëheqje, që mirët si një ndër doktrinart më të mëdhaj, historikisht më të mëdhaj të katolicizmit, në pyetjen e gazetarit, ka një libër shkelqyshëm, Kripa Botës, si quhet, në pyetjen e gazetarit se sa rrugë janë të Zoti, ai edhe vetë gazetari spanjoll më duket, thot unë e prita me thonë vetëm katolicizmi, ose për hir tolerancës e krishterizmi, ai tha sa njerëz ka.
aq ka rrugë. Secili njeri e ndërton rrugën e vet drejt Zotit. Kuptimit Zotit. Po, në kuptimit Zotit. Dhe në këtë kuptim, duhet parë njeriu në atë që është civilizimi më i arritur botëror, Evropa perëndimore me Shtetet e Bashkuara, që besimi tjetë i lirë pa pas nevojë me improvizu dhe pa pas nevojë me u përzi me shtetin. Ndërsa kjo që ka ndodhur në Kosovë, domethënë kjo është një lloj, unë për mendimin tim, thashë edhe në fillim, është një goditje shqiptarisë prej dy palëve. A ka rrezik, po mënej në kohët më të mira, ndoshta ose s'paku në vitet e 80-ta në kohën e komunizmit, kanë qenë katolikë dikun vlerësohet 80.000, ndoshta pak a shumë. Tash në regjistrimin e fundit nuk doli që ka më shumë se 40.000. Ai regjistrim që dhonat e cilët edhe më tuti nuk janë bë publike. Pra ekziston mundësia që i Peshkvia Mehmet vetëm me kisha edhe pa besimtarët, cilët për arsye ekonomike të shumtën ose për arsye që dikush nuk kujdeset me ta kanë zgjedhur me shku në perëndim. Po ajo e tham, domethënë ajo mungesë se çdo familje ka një nevojë. Ka një fëmijë, ka një smundje, ka një plak, ka një hall, sa rrin kushtet, ka pamundësi punësimi. Domethënë që kalon nëpër kriza, kalon nëpër mosha të ndryshme. Dhe për çka është shteti? Për me kriju mundësi. Për çka o feja? Mja lecu ato vujtja, ato dhimbja, ato. Edhe çka o roli në këtë rast po flasim i prizit? Më shku me lecu. Jo më shku më marrë me beton. Prej që është ardhë me vesh me beton. Unë nuk në di asnjë rast të shkumjes në familje, tjera, angazhimit, një plani, me bo një plan. Po jo, si të them edhe kjo loja me diasporën, në cilën sa ma shumë diasporë, më shumë mjete, është absolutisht e damshme, e tha edhe vetë, edhe unë jam edhe në teren edhe për çështje tjera, domethënë kem ka tunde ku kryesisht ka rreth i Klinës edhe Gjakovës, ku ka ma shumë katolik, shqiptar katolik, se unë refuzoj me thonë bashkësi katolike, po cilët janë të mbyllë shkollat. Domethënë klasa parë, kur ne kem njohur 2 klasë, 2-3 paralele nxënësësh, tash mbulojnë me 5-6 nxënës. Unë kam folë për konceptin qytetar, por në statistika edhe për një mos arritje të integrimit shqiptarëve katolik në për institucione, në për tjera, dhe ajo matet statistikisht dhe me një eksponent më të lartë të migrimit. Dhe kjo është problemin cilën duhet më marë në qovë se... Nëse duhet më marë. Sepse ndërtimi i objektit është, thashë edhe në fillim, si ndërtimi i shtëpis. Ne kem një shtëpi, po zonë personalisht, dhe kam një shtëpi dytë. Dhe qka po më hynë mua jo shtëpia e dytë në punë, do më thonë asgjë. Po më krijon shpenzime mujore, ditore, tjera, dhe shfrytëzimi i saj është në minimum ose heq. Kështu që unë mendoj që tu ka shumë punë për të bërë dhe nuk është të thënë, ashtu si ka qenë eksperienca pas luftës, kisha që kisha në Kosovë, ka periudhën më të bukur në historinë e saj, nuk është marrë me shqiptarë katolik, po marrë me gjithë shqiptarët. Edhe Inik Prele edhe Sopi janë marrë me gjithë qytetarët, kanë shfrytzu, sidomos pas luftës, Sopi e ka pas atë mundësi, ka shfrytzu gjitha donacionet, po për shkolla, ambulanta, në spitale, ka që ilaqna, ka që shtreten, Drenic, atje, këtu, poshtë, nalë, edhe une e një atë periud, kam qenë pjesa, në rinë ndërtime tjera, do më dhënë, në konceptin e përgjithshëm, shërbimit popullatës, sepse edhe shërbimi një pjesët popullatës, ajo natyre që krijon averzion, ndarje unë vetë me të hatri që ma më të një mu ty, mu jo kujshi, ne për hirë të, si me thonë, identifikimit tonë fetar. Jemi në fund qësoj teme për më kalun tjetërën.
katolikët kanë qenë të organizuar politikisht në mënyra të ndryshme. Pra, a ekziston një tendencë e kishës ose i peshkëve që me monopolizu edhe këtë segment që në nëmbrellën e tij me pas organizime politike të jenë ake, pra qartë azi nuk jenë, a ke vrejt një tendencë tillë? Ti në ma mirë so. Ti vedin saktë. Shiko, unë mendoj që në parimin, do më thonë, ndërtimit shtetit, lajek me kushtut që i peshvin këtë rast ka detyrë me u përkujdes për atë që quhet e mira e përgjithshme dhe drejtësia, si dy koncepte kryesore. Por jo më marrë me çështje politikave ditore, dhe unë edhe personalisht kam zhvillu takime me të dhe nëse mund të them, e kam dhënë mendimin tem, mos më thonë ma shumë, se aty, pikërisht të thonë, aty është kufini i tij, në cilin involvimi në ditor, ose involvimi për individ caktum, ose raportet që kanë ndërtuar me individ pushtetit aty, dhe cilat nuk janë në funksion të mirës përgjithshme dhe të neutralitetit, mundësive të barabarta, por të dërgimit përmes tij është qasje papranueshme dhe unë them për i peshvin, po them edhe për kryeministrin që ne kemi një shtet pa konsolidum dhe me problemet mëdha, përndryshe nesër në pushtet personalisht, unë do të duhej edhe secili edhe tash që janë me u tregu vendin atyre. Ata edhe festa e Krishtlindjeve, edhe festa e Bajramit, është festë e shtetit, është e shpallur, është festë shtetërore, dhe nuk është kryetari i shtetit ai që pritet nga i pari i festë, qoftë katolike, qoftë muslimane, po është e kundërta. Ai pret. Ai pret ata, edhe ai ve rregullat, shteti i ve rregullat, në cilin ata detyrohen mos sjell. Në çdo aspekt. Detyrohen mos sjell. Po tash krejt fetare shndrojnë spektakël, krejt fetare absolutisht shndrojnë spektakël dhe është koha që edhe mund të ketë një masë kritike e cila thash përgjithësia në konceptin e sotëm është individuale dhe secili përgjigjet. Qofse çdo politikan duhet mu përgjigj për shkak të bomave ose jo të bomave të veta ose për shkak të gjykimit të opinionit, pse përfaqësues fetar ose kleri nuk duhet mu përgjigj? Po, a ka nevojë katolik me pas gjatë viteve të 90 ka qenë një lloj strategjie, ndoshta edhe presidenti Zhurgova, që të ketë një parti demokraciane, që të ketë një mesazh për botën perëndimore. A ekziston edhe matutja e nevojë që katolikët të izolohen ose të kenë parti ekskluzive katolike, apo shpërndarja atyre politike do të jetë bashkë me shqiptarë tjerë, po të jetë në cilin subjekt politik, pa pas nevojë që emërtimet jenë të krishtera ose religjioze. Unë kam thonë edhe më herët e kam thonë se kjo partia shqiptare demokristjane është kontekstuale, do të thonë kohën e Rrugovës ka qenë në shërbim të kauzës përgjithshme edhe të si me thonë, zbutjes e propagandës agresive serbe, se këtu nuk ka çështje kombëtare, po ka çështje fetare dhe kauzë fetare, dhe unë mendoj që në atë periudhë ajo ka kryer një mision dhe një detyrë kontribuese historike për shtetin. Por ajo periudhë për mendimin tem është kryer dhe nuk ka nevojë më për mendimin tem, nuk ka nevojë më një identifikim i tillë, sepse ne edhe me kushtetut, po mbjen me përsëritë disa herë, jem modelit evropian në cilën ne hymë si qytetar. Nëse dojmë edhe si shqiptar, po hymë si qytetar, si shqiptar, si shumic, dhe ajo projekcioni politik duhet të jetë ajo çfarë, sepse nuk mund katolik me integru në Evropë edhe më pas ekskluzivitet një popull tonë. Një popull tonë. Në qoftë se popullata në masën kritike nuk ka koncept evropian, nuk e barazon veten, ose për shembull koncepti që po don më imponu. Për fat mirë nuk funksionon sepse gjysa e popullatës janë gjinisë femnore dhe nuk pranojnë ato koncepte mesjetare. Me thonë ju jeni
ju jeni instrumente, po ato janë njerë që duhen me jetu jetën. Dhe kështu që mendoj që për menimin tem është që secili duhet me u angazhu në bazë të bindjeve të veta dhe jo se në fundit edhe me këtë numër që jemi, vetëm të regojmë pa fuqin politike në qoftë se dhe gjithë organizohemi në një organizim t'il dhe ajo që ka ndodhë me Partinë Shqiptare Demokristjane, sidomos prej kohës angazhimit me PDK-n, e kanë bërë instrument PDK-s me devalvu dhe në masa komike. Ti kthehemi temave evropiane, sekulare, laike. Aktualisht Kosova vazhdon me qenë izolume. Çështja vizave spaku nominalisht është thonë që është pengi demarkacionit. Ndoshta demarkacionin nuk na i hek, po pa e kalu demarkacionin definitivisht nuk na i hekin vizat. Ka mbetë edhe çështja e asociacionit, pra cila është sipas teje jeni edhe mik i zotit Haradinaj, partisë Njana Pikryesore opozitare. Çu do të më dalë pikë këtij çorçokokë? Shihni, unë kam një eksperiencë prej luftës edhe para luftës, por sidomos prej luftës, në fakt prej viteve 96 me diplomat huaj, pas luftës të vazhdueshme, kam punu edhe vetë në organizata ndërkombëtare dhe mund të them pa lot gjinohet tona, Evropa ka qenë shumë e padrejt me ne pas 99-ës. Ajo na ka izolu, vetë izolu dhe na ka imponu gjonat cilat nuk kanë kalu shtetet tjera. Do më thonë të flasësh sot për liberalizimin dhe të vesh kushte si demarkacioni janë konceptet papranueshme, të e kom thonë edhe ish profesiosit BES, zhbogarë se kom pasë edhe mik edhe shumë tjerëve, ambasadorëve tjera. Konkretisht, unë përveç rastit shëtrimit Nën Terezës, edhe pse kam visë, nuk më ka hynë punë. Edhe mund të numërohem publik si njeri me mundësi edhe financiare tjera, por vërtet së më ka hynë punë. Në një vend ku mundësit e mija janë të kufizume, as Evropa s'ka që kam vynë. Nuk më jone veç më shku kotë atje, më shpenzu kotë, ose standardi i përgjithshëm yni në është i tilë që, do më thonë, as një kusht, po të varën nga as i kushtiri, as i kusht shtes, as ma pak demarkacioni, nuk mund tjetë kusht për liberalizim të vizave. Liberalizimi i vizave është dashtë më ndodhë mati, dhe mu qelë rrugë për një populat, për një popull tërë, aq ma parë që kem një tretën e populatës jashtë dhe kem arsye besueshme edhe për vetë Evropën, që ata janë qytetarë kryesisht të integruar atje dhe kjo është një padrejtësi e Evropës në raport me ne. Gjuha anti-evropiane jona është ma vjetër se që kaq, pra. Paragjykimet tonë ndaj Evropës janë ma vjetra se që kaq. Mirë po, në anën tjetër na jemi ata që kërkojmë u fut në Evropë. Nuk është Evropa ajo që na lut neve me kanë, pra është dëshira jona me qenë atje. Edhe Evropa ka vu kushte varsisht prej shteteve. Në këtë rast e ka vu demarkacionin, sepse po të mos ishte kusht, na me këtë vullnet që e paskmi, na se këshmi aprovu asese demarkacionin. Pra, kjo çështje do të mund të i kalu diqysh. As Serbia nuk ka kërku dhe jo është dhënë. Serbia nuk ka në entuziasme për Evropën, nuk ka dhe o shumë ma në qëndrime ka qenë ma anti-evropiane. Një përse besaj që të më konë Serbia modeli joni, jo, po. Vis-a-vis Evropës. Jo, së është modeli joni, po është vend që janë hequr vizat. Po. Do më thonë. Tash, unë ku e shoh unë problemin e demarkacionit dhe asociacionit. Do më thonë, si cili ka atë branqin e vetë ku fokusohet, unë e kam pa edhe e shoh me shumë brengosje. Me brengosje të një lloj rezerve të besimit bashkësisë ndërkombëtare në raport me Kosovën edhe me shqiptarët. Do më thonë, ata tash hiç janë teknike demarkacione vija këtu, ata, do më thonë, edhe në ato kontakte që kam edhe informata që kam, do më thonë, ma nuk janë të sigurt në besueshmërinë e palës shqiptare si partner serios që për fatin kështonë, ose të mirë për shkak të regionit, për shumë që e shohin në Malin e Zi. Do më thonë, ata ma të sigur në në partneritet me Malin e Zi, përveç geostrategjisë që ka
peshët zgjot strategjike që ka Malizi, ose edhe asociacioni paka shumë e shoh ne atë frymë cilën, do më thonë, ata janë duke luhatur, sepse këto lëvizjet tona të quaj alla pacolli, do më thonë, cilën nuk din qka je, as ku je, as për kanë je, me këto fiskulturat e ministrit aktual tjashtë, me të mahershëm që shkon një vend, flet në ryshe, shkon një vend, flet në ryshe, ose presidenti, ish ministri jashtë me tjera, kanë, dhe gjithë ky mos funksionimi i shtetit ligjor dhe ka kriju një lloj mosbesueshmërie dhe një lloj krize në partneritetin tonë. Po, okeja, e kam lexuar për Gordon Brown, ish-kryeministin e Anglisë, ka një thonë për mua jashtëzakonisht qelluar, thotë ma shumë e ndryshon Anglinë duke qenë një ditë në qeveri se sa 5.000 ditë në opozit. Okeja, po thuj se i bonin është 5.000 gati i ka bo, edhe vazhdon me konë në opozit. Edhe e kishte mundësin me qenë qeveri, nuk hini zëtë Haradinaj për disa arsye personale, nuk di cilat ishin ato, mirë po ishte kryesisht personale në raport me zëtin Mustafa. Pra qysh dhe në me ndryshu vendin duke qenë në opozit. Po, une besoj Ma djeni ku flirtut edhe me një partije cila ishte antishtetrore, se që është lëvizjeve të vendosje. E patët një flirt, jo shumë të ladishëm. Shiko, nëse Brown ka thonë ashtu, unë po thëmë lesson learned. Dhe më thonë, besoj që okeja i ka marrë leksionin e duhur, nuk du me hy, se unë s'kam qenë pjesë e biseda atëra se ekipit AKS në bisedime, unë e di që jam i vetmi antari kryesi që kam votu kunder që VV-ja tjetë në Vlan, më thonë, zyrtarisht, formalisht, unë kam pas vot kunder, për arsye se nuk e kam pa konceptin tonë atëherë në një të majtë qëfare dhe dikon ekstreme, qëfar platforme ka VV-ja, ndërsa sa i përket asaj, unë mendoj që nuk ka qenë historia bash ashtu që përsyja personale Haradinaj, por kanë qenë lojrat e Isa Mustafës, dhe një ndër arsyet që e respektoj Haradinaj, në shumë pika që e respektoj, është edhe pikërisht, si me thonë, vetë flijimi ose marrja e fajit në publik dhe mos qarimi ti për hir të rujtje se një farë regulle burnisa si du, si thëjmë na tjerë, popullor që mos mi bakare tjerë. Por ka pas alianca një fleksibilitet në raport me Ledeken, por si duket Mustafa atëherë ka qenë i para negociuar dhe kjo ka qenë një... Po si do qoftë, pa hinë ato detaje, si do qoftë, AKEA, po thëmë, lesson learned, dhe AKEA duhet të fokusohet dhe jemi duke u fokusuar që në zgjedhjet tjera të kalojmë këtë shifer mizore dhe të jem partner në qeveri. Gjendja në AKEA cila është? Disa figura, kanë braktis figura qendrore, si që është Donika Kada, ka shku në një parti tjetër. Pra, pse e një optimist që do të kalohet shifra mizore? Po, unë besoj që, pa dashur ta personalizoj, unë nuk besoj që ato janë konë figura qendrore, ato i ka bo kryetari Haradinaj. I ka bo me funksion i ka bo qendrore, por nuk është që e kanë dhonë në rezultat votuesve ose të ideve cilat janë majtë men. Do më thonë, ata kanë pas një angazhim ditor, të natyres cilve ju ka dhonë aty në mundësi që mrena aty, por nuk ka që kanë bo në zhvillim kushet i qëfare të partis, dhe ajo qëfar Haradinaj besoj e ka mësua dhe një tjerë, është që njerëz me pikpamje njëjta tjenë shtylla, jo njerëz me pikpamje, do më thonë, ne deklarohemi partije e djatë dhe rasti konkret Kadaj, se kam personale, po thotë, une kam pikpamje social-demokrate. Do më thonë, këtu në idin, do më thonë, mendimi jem është, dhe për atë une jam në këte parti, që AKEA është një parti që ndjek vijen shqiptare, dhe të një shteti, të forcimit shtetit Kosovës, pa avantura,
tipit bashkime parollat ngjajshme, dhe me eksperiencën qeverisje, me gjithë gabimet e saj, dhe gjithë kjo përvojë, mund të them që e ka liru prej disa figurave cilat ja kanë qenë qendrore sa i përket funksioneve, por jo kontributit për ake. Domethënë, kryeministri tjetër, doren listat e PDK-s të partive tjera, që domethënë, ata në një farë forme kanë qenë trup i huaj në aleancë dhe jo në konceptin dhe në si me thonë, në angazhimin edhe në të mirë edhe të keq. Se kur je një shtëpi, nuk ka vetëm të jem mirë sa të është mirë dhe si të është keq të largohem prej saj. Ka përritet okeja, pra cili është tereni ku pozicionizohet, që mundi me qenë optimist që kjo parti do të kaloj në shifra që nuk ka qenë ndoshta para një 6-7 vjetë, ndoshta ka qenë 18%. Pra, a ka mundësi që okeja mu kthyte ato shifra? Unë besoj që po, sepse ka rritjen duke qenë, t'jem real, ka rritjen duke qenë, qëndrimet e fundit rreth temave caktume dhe ajo që ka u pa mënyrë evidente, jo tendenca që këtë situatë rreth demarkacionit me shfrytzu për nevoja politike, por deklarimet e qarta dhe veprimet e qarta se qeveria të vazhdon punën, po kjo temë është përtej politikës ditore, kanë rritë autoritetin edhe të aleancës edhe të kryetarit, dhe besueshmëria në anën tjetër ky koalicion i numrave të mëdhaj, duket qesharake kur thot Haziri elefantëve, po i numrave të mëdhaj e ka bloku vendin. De facto vendi është i bllokum, çdo proces është i bllokum. Dhe duhet të dilet prej kësaj situate jo për shkak të ardhes në pushtet ose shkurjes në pushtet, por për shkak të zhbllokimit. Dhe zhbllokimi duhet ndodh. Dhe unë besoj që edhe vetë qytetarët e kanë pa që domethënë shndrrimi i shtetit dhe institucioneve shtetore në kontrata partijake dhe shndrrimi i institucioneve bazë të shtetit, si që janë administrata, agjencionet pavarur tjera në marrëveshje politike, domethënë është shembulli më i keq që ka në Evropë për funksionimin e shtetit. Dhe pikërisht kjo qeveri bllokuese dhe vetëm numëruese ose numërim mbrapa duhet me liru rrugë. Kush janë partnerët e mundshëm të OKE-s pas zgjedhjeve tashme? Po ajo do të varet prej rezultatit. Domethënë prej rezultatit qënimi i AKE-s është që ajo rezultati ta sjell në një pozitë në cilin është partner determinues, sepse nëse është partner jo determinues, atëherë ajo mund të hyjë në qeveri, por nuk mund të marrë përgjegjësi. A ka kuptim që partia dytë me dhon kryeministrin, një kërkesë kjo historike tash e zotit Haradinaj, i cili po këmbgul, edhe kjo është arsyeja pse ai është jashtë koalicionit, pra nuk është që as PDK as LDK nuk e kanë dashur në koalicion, madje ju e kanë pas nevojshme me pas. Mirë, po kjo është ajo pika në cilën unë për aq sa di unë nuk marr përgjegjësinë me thonë se kjo është e vërteta. Domethënë nuk është që thash edhe nuk është që zoti Haradinaj nuk ka qenë fleksibilitet edhe në raport të Vlanit për pozitën e kryeministrit. Ndoshta jo më parë që po them publikisht. Ai ka pas fleksibilitet. Po Isa ka qenë para përgatitur për variant tjetër. Tjetër gjë burnia e tij që se ka thënë. Domethënë ne kemi diskutuar edhe në rrethet më të ngushta fleksibilitetin. Fleksibilitetin e gjetjes alternative që ai të mos jetë kryeminist. Dhe nuk është që ka mungu ajo variant prej AKE-s. Nuk është që ka mungu. Dhe nuk do të mungoj as tash, sepse ne kem qëllim kryesor rritjen e masës votuese për ne dhe pastaj në kontratë për shtetin ne nuk do të kufizohemi ose nuk do të bllokohemi në pozitën e kryeministrit apo jo. Kjo është e qartë, ka bërë qartë vetë Haradinaj, e kemi bërë qartë ne bashkëpunëtorët e tij, se ne nuk mundem me prit
pafundësisht, domethënë vetëm në një variant zgjidhje. Ditët fundit, jemi fare në fund, presidenti i vendit është jashtëzakonisht aktiv, anash pi qeverisë, pra me deklarata kryesisht, tash sfundi dule me deklaratën për zbardhje në vrasjeve të pas luftës, madje aty në para luftës i bani kërkesë prokurorisë dhe organeve të rendit. Cili është mendimi juaj për këtë fushat presidentit? Po, përgjigjen e dhat ju, fushatën e tij. Një fushatë e tij, ai është protagonist prej 99-ës, 98-ës, edhe në format e qeverisë përkohshme, edhe kryeministër formal, jo formal, me gjitha ato strukturat që ka, dhe ne kem një prokuror i cili vazhdimisht ban pyetje nëse, unë sa di unë detyra e prokurorit është me vepru. Por në këtë fazë, ne jemi në fazën që në gjykata speciale, domethënë është në atë procedurën që lënë as prokuroria, domethënë edhe po t'i merr rastet, do t'i merren prej gjykatës speciale. Tash, a është kjo një manovrim i tij në raport me Bashkinë Ndërkombëtare, apo është një manovrim i tij në raport me ish-partinë e tij, apo është manovrim edhe me parti tjera për të krijuar imazhin. Mendoj që gjitha nga pak, por që nuk shoh asnjë benefit të shtetit prej këtyne letrave, si i quajten letrare. Po. Anton, faleminderit shumë që kënë komitet. S'ka gjë, faleminderit. Shikues nderuar, me ne ishte Anton Berisha, zyrtari i lartë i AKS. Shihemi javën e ardhshme.